Përshëndetje. Le të shikojmë një përmbledhje të gjendjes aktuale mbi gripin, si në Europë dhe në Shqipëri. Në këtë moment është pothuajse piku i gripit në disa vendet e Europës. Në disa të tjera ka filluar sapo ka kaluar piku, sidomos në Angli, dhe në vendet e Europës kryesisht është në pikun e saj. Edhe në Shqipëri jemi në javë të rritjes, 2 javët e para ishte rreth 13-14.000 të infektuar në javë, ishte kon për një pozitivitet të lartë të infeksionit, dhe kush është karakteristika kryesore e kësaj periudhe? Ajo që kishim paralajmëruar me kohë, ka ardhur, kush ka kaluar gripin në këto momente e di shumë mirë se çfarë do të thotë, si nga gjendja, si nga simptomatologjia, si gjendet vetë personi që e kalon atë, dhe sigurisht që në familje kur kap një nga fëmijët ka pothuajse të gjithë familjen. Tipike e gripit në këtë moment është një gjë e pazakontë që ka qenë në vitet e tjera, është fakti i kohësqatjes. Nëse 3-5 ditë ka qenë vitin e kaluar, maksimum një javë, tani është një javë, 7-8 ditë gjendja e gripit që vazhdon. Dhe karakteristikë është shfaqja menjëhershme me temperaturë shumë të lartë, që persiston edhe në mjekim, edhe 2-3 ditë rresht, pastaj vjen një fazë ulje e temperaturës, duke sikur kalon dhe përsëri shfaqet temperatura për 2-3 ditë të tjera. Kjo ka qenë një tipike e gripit, kur ne thonim që nëse mbas 4-5 ditësh gripi do të shfaqet përsëri temperatura, ki kujdes sepse mund të jetë dhe një infeksion bakterial që i është bashkangjitur gripit. Vihet re më pak këtë vit, pra është forma e sëmundshmërisë së gripit që shfaqet në këto 2 momente ose etapa të ndryshme. Dhe gjendja është lodhje, këputje, temperaturë, dehidratim, gjë që duhet i kemi parasysh, dhe sidomos pushimi, ndëjtja në ambiente të ngrohta, ajrimi i tyre sigurisht kuptohet. Nuk po hyj më në meritën e parandalimit apo të gjëra të tjera, por këshilla është që nëse zgjat këtë një javë dhe shumica sapo fillon temperatura, fillon antibiotikun, nuk është e këshillueshme. Antibiotikun filloje vetëm nëse bëj një gjak komplet. Të paktën bëj një formulë leukocitare, të shikosh rruzat e bardha, nëse janë rritur ose jo, dhe do t'jap 2 këshilla. Bëni një gjak komplet, të shikoni rruzat e bardha dhe neutrofilet dhe PCR-ja. Këto janë 3 treguesit e infeksionit. Rruzat e bardha dhe neutrofilet janë treguesi i infeksionit bakterial. Pra, nëse këto janë të lëvizura bashkë me PCR-n, atëherë duhet përdoret antibiotiku se është infeksion bakterial. Nëse vazhdon sëmundja siç tham një javë, por në gjak rruzat e bardha janë normale, neutrofilet janë në normë, PCR-ja është e rritur, është një infeksion viral. Antibiotiku nuk luan asnjë rol. Çfarë duhet kemi parasysh nëse janë në normë këto? Në moshat e treta, sidomos tek pleqt, që kanë dhe një imunitet të ulur, nëse zgjat më shumë se një javë, 8 ditë deri në 10 ditë, atëherë veç një analize të gjakut komplet, duhet me patjetër të bëhet një grafi, sepse kur ato mund t'i kenë në normë rruzat e bardha dhe neutrofilet, por PCR-n të ndryshuar ose pak të ndryshuar, mund të kenë dhe probleme pulmonare, mund të kenë dhe një pulmonit, mund të kenë një bronkopneumoni, mund të kenë një bronkit të reakutizuar, por që nga që kanë imunitetin e ulur, rruzat e bardha nuk rriten. Pra ushtarët tanë, limfocitet tona nuk rriten sepse ushtria e atij personi është e shkatruar, si mund thuash. Vetëm pamja fizike, një radiografi që mund të tregojë një pulmonit, një adensament, është indikacion për të përdorur antibiotikun. Pra në këtë moment duhet të përdorur vetëm këto 2 mizura për sa i përket influencës, pra gripit në këtë moment, sepse në të njëjtën kohë qarkullon dhe RSV-ja që mund të shkaktojë edhe pulmonite ose bronkite të tjera. Për sa i përket terapisë, dihet ajo simptomatologjike, lëngje antipiretik, në një antiinflamator për ato ditë e para, ose një antiviral në momentin që shfaqet në 24-48 orët e para. Dhe sigurisht